edhe aeroporti Adem Jashari e vogë, apo Adem Jashari. E sa po pasile. Se po në Prishtina me 2, 4, 6, 8, 10 sportele. Po se dim se bën kontroll pasaporta si në Kosovë si në Shqipëri. Përshëndetje miqtë e mi të bukur. Nuk e di, po kjo ditë e premte unë gjithmonë me zi bëhem gati, sidomos edhe kom linë takime ditën e premte. Jam kaq shumë rrëmuj sa nuk e di pse më ndodh ky fenomen ditën e premte. Nuk e di a ju ndodh juve. Ja tani duhet të kisha planifikuar edhe mirë trafikun, po duhet të kisha planifikuar se ku duhet të parkoj makinën. Nuk e di, kjo e premtja përfundimisht mua më sill një njeri të çrregullt, nuk e di. Nëse ju uroj një ditë të bukur, se që nga edhe plot diell. Ju dua për miqtë e mi më të mirë. Ky mistrecja vogël, po han nga këto super djegse. Tregoj pak ta? Margaret, tregoj pak qesën? Si quhen këto takis, si quhen këto? Tregoja pak qesën? Qesën. Ja, këto super djegse po e han. Unë nuk e di se si e han ky fëmijë. Çka ken bark? Të pëlqejnë? Nuk të djeg? Oh, zoti madh. Është komplet në tipin e vet. Nuk të djeg fare? Ne mbarum radio, edhe thash po eci me Kris të ndërkesh që Wilson, po marr taksin edhe po ikim shtëpi, sa kisha pa hec kështu me Krisa. Kemi se të bën mirë. Jo, shumë mirë. I bim shkurt, i bim të shkurt. Krisa, Alona. Ne mbarum radio, edhe thash po eci me Kris të ndërkesh që Wilson, po marr taksin edhe po ikim shtëpi, sa kisha pa hec kështu me Krisa. Kemi se të bën mirë. Jo, shumë mirë. I bim shkurt, i bim të shkurt. Krisa, Alona. Përshëndetje miqtë e mi, do flasim pak. Pra më keni dërguar 24 orë video pa fund të gjestit, Eglit, shiko se çfarë po bëjnë, shiko se çfarë po ndodh. Kjo është një loj nervash, loj provokimesh, loj durimi. Mendova që tani që janë në fund dhe që janë në finale, do na dhuronin edhe momente të bukura. Por mos haroj, sepse jeni ju njerëz që sot më dërgoni video pa fund për Eglin, kur Eglin dhe 2 ose 3 banorët e tjerë nuk kanë dashur fare të rikthehen pasi ata kanë dalë nga ajo shtëpi. Për mua, në finale duhet ishin 3 vajzat, Gerta, Danja dhe Loredana, për të cilën luftuan 100 ca ditë, ishin vajza që nuk morën kurrë asnjë informacion dhe u dogjën për hir të Eglit. Tunk, mos më shkruaj